الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. Falëndërimi dhe lavdërimi takon Allahu xhaleshanuhu, kërkojmë ndihmë prej tij dhe falje gabimesh. E lusim Allahun xhaleshanuhu që të na mbrojë dhe ruaj prej të këqijave tona dhe të këqijave të punëve tona. Këndë uzon Allahu s'ka kush e lajtit dhe këndë humb s'ka kush e uzon. Dëshmojmë se nuk ka Zot tjetër dhe të adhuruar tjetër përveç Allahut i vetëm i pashaq, dhe dëshmojmë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij. Motra të nderuara, si gjithherë falenderojmë Allahun xhaleshanuhu për mundësinë që na dha që të takohemi në këta minuta, të ndajmë prej jetës tonë të shkurtër në përkujdesjen dhe fjalën e Allahut xhaleshanuhu, edhe inshallah do të përfitoni ju prej dijes tonë, edhe inshallah është e bereqetshme këta minuta që do t'i kalojmë së bashku. Edhe një herë falenderoj motrën Hyrie për mundësinë dhe këtë angazhim që bën atje me juve, edhe këtë grup kaq të madh që ka arritë që me mbledh me një vend gjitha këto motra besimtare kudo që jeni. Zoti ju shpërbleft dhe ju nderoft edhe juve për kohën që ndani për mësimin e fjalës Zotit xhaleshanuhu. Pra temën të cilën e kemi përzgjedh, më të vërtetë është diçka që kemi nevojë çdo moment t'ja përkujtojmë vetes edhe t'ja përkujtojmë njëra tjetrës se sa obligim dhe përgjegjësi kemi për njëri tjetrin. Kemi obligime jo vetëm për veten tonë, po e dim se Islami na mëson që të kemi obligime edhe për të tjerët. Edhe si krijesë, Allahu xhaleshanuhu prej mrekullive të tij që ka krijuar njeriu, e ka krijuar njeriu në formën më të përsosur në rrezullin toksor. Edhe kur e krijoi, spari Ademin alayhis salam motra qëndroi për pak kohë vet. Po më njëherë pasi që e krijoi Ademin, derisa ishte duke pushuar Ademi, e krijoi edhe Havën afër tij. Pse? Pat nevojë Ademi me nda me dika në jetën, edhe ato mirësi që ja dha Allahu xhaleshanuhu, gjithë ato të mira që ja dhuroi, pat nevojë që me pas dika shoqërues që me nda me ta, se i vetëm nuk mundet me jetu kërkosh. Është si krijesë e ka kriju Zoti xhaleshanuhu njeriu që të funksionoj dhe të jetoj dhe të bashkëpunoj me të tjerët. Është qenie shoqërore që të mund me jetu vetë, ka nevojë për të tjerët. Sado që e kemi pasë kjo koha moderne, kanë fillu njerëzit mu vetmu, edhe gjithherë shkojnë nga ajo që kam jetën tem personale, po du me qenë vetë, po du me jetën tem private, po ka pasoja, për shumë që po kanë njerëzit pasoja të qëndru vetë. Se ajo kur njeriu bashkëpunon me të tjerët edhe ndon ato që e ndin me të tjerët, ka dobi dhe duhet me qenë ndihmues në të mirë, siç thot Allahu xhaleshanuhu, Bismillahirrahmanirrahim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Dhe bashkëpunoni në bamirësi dhe devotshmëri, e mos bashkëpunoni në armiqësi dhe në mëkate. Domethënë, Zoti na porosit që ne t'jemi ndihmës në punë të mira me njëri tjetrin, jo të ndihmojmë në rrugën e keqe njëri tjetrit. Pra Muhamedi alayhis salam më së miri na tregon se shembulli i besimtarit në formë të veçantë është si shembulli një ndërtese me ato tullat e saj që mbajnë njëra tjetrën. E shihni kur një muri është i ndërtuar me tulla, secila tull e ka rolin e vet në atë muri. Nëse hiqet një tull, atëherë dëmtohet edhe i tër muri. Ashtu edhe është besimtari për besimtarin. Domethënë secili besimtar, secili njeri në këtë botë e ka rolin e vet se për çka është. Dikush ka më shumë aftësi nga aspekti siç jemi tash teologji, dikush mjeksi, dikush në urbanizëm, dikush në ekonomi, domethënë çështu ndërtohet shoqëria. Edhe secili person e ka rolin e vet në shoqëri. Edhe pejgamberi alayhis salam thot, shembulli i besimtarit në mëshirë, në dashuri, në mesvetin, afërsi apo në ndjesi, është si shembulli një trupi, i cili nëse ankohet një pjesë e trupit, ankohet i tër trupi. Qofse neve na dhem veç një gisht,
atëherë tërë trupin kemi pas si me një dhimbje, kime qeni shqetësum. Ashtu është edhe besimtari për besimtarin. Që ne me pas dert gjithherë tjetrin, jo me mendu veç për veten tonë. Se kur do dalim para Allahu xhaleshanuhu, do të pyetemi prej Zotit edhe për punën tonë dhe veprat tona se çka kemi bërë për tjerët, jo vetëm për vete. Edhe një shoqëri produktive, nëse dojna me qenë një shoqëri e suksesshme, një shoqëri e cila funksionon si duhet, do të me qenë qysh me pas respekt, me pas ndjenja për njëri tjetrin. Me ndi njëri tjetrin për nevojën që ka ai, më mundu që edhe na me nda ato aftësit dhe mundësit që i kena na me nda bashkë me tjetrin. Edhe kur e shohim se dikush ka nevojë ka aspekti moral, mi u gjetë, me këshillu, nga aspekti emocional, dikush nga njerë është ma i mërzitur, na më mundu me qenë afër tina. Po mos të harrojmë që edhe nga aspekti ekonomik, sot ka nevojë të njerëzit shumë, po për gjithë shka që na e dim vetën tonë që kemi mundësimi ndihmu dikujt, atëherë mos të ndalimi dhe me thonë se hajde se kam jetën tem, nuk kam kohë për tjertë. Sepse ne duhet me qenë një shoqëri cila duhet me pas dertin edhe tjetrit, nëse se dojna me pas një tardhme sa më të mirë për vendin tonë. Mundoni që gjithherë me bë dallimin e punëve vullnetare edhe humanitare. Ato punë vullnetare janë më të mira, janë më dashura te Zoti. Pse? Kur ti bën diçka prej vullnetit tën, edhe pse nuk të kërkon dikush prej teje, nuk po kërkon kurkush diçka prej teje, po ti e din që ki mundësi për me ndihmu dikujt në qatë aspektin që ai ka nevojë, atëherë ti ki shpërblim të Allahu xhaleshanuhu dhe kjo vepër matet se ti sa ki lidhje me Zotin dhe sa ki dashuri me Zotin dhe sa ki frikë respekt prej Zotit. Për arsye se kur e din që ti ki një aftësi dhe një mundësi me ndihmu dikujt, atëherë ti e din që Zoti është e ditë që ti mundesh me ndihmu personit. Edhe nëse nuk i përgjigjesh, atëherë Zoti e sheh që ti po të mundësi me ndihmu, po ti prej asoj dembelis tane nuk dashte me ndihmu. Pra humaniteti çka është? Kur dikush ka nevojë diçka për ty, edhe ti jetë në ndërgjegjen tane, nëse do një ndihmon, nëse do nuk i ndihmon. Po ai e din që ti mundesh me ndihmu. Se di apo e keni qartë, do më thonë, puna vullnetare është me ngritën të Zotit, po edhe humanitarja është e mirë, po vullnetarja është më e mirë. Nëse ti e din që dikush ka nevojë dhe i ndihmon pa kërkuar prej teje. Pra mundoni që na ju parapri punëve të mira, me parapri në punë të mira. Mundoni që na me qenë prej atyre që për shembull e shohim xhamin që nuk është si shembull konkret që e frekuentojna më shpesh xhamin. E shohim që nuk është sa duhet e pastër. Edhe prej dëshirës tonë ti quhesh edhe pastron xhamin. Nuk e ka kërku kurkush prej teje, po ti quhesh e pastron. Atëherë ti do të kesh problem shumë të madh te Zoti xhaleshanuhu. Pse? Se një prej kushteve që mu pranu namazi është rrobat, trupi dhe vendi ku duhet të falemi duhet të jetë i pastër. Edhe ti me atë vullnetin tën ja ke mundësu dikujt që me plotësu këtë kusht të namazit. Po, për shembull jetojna në lagje, e shohim lagjen ka njerë që është e papastër, ka mbeturina, edhe ajo nuk kërkohet prej teje, po ti paraprin në punë të mira, ti don me bë mirë, edhe pa kërku dikush prej teje që me bë mirë. Pra, nëse ne i paraprim punëve të mira, të dim se te Allahu xhaleshanuhu do të kemi shpërblim shumë të madh. Dhe Allahu do të sheh punën tonë. Për arsye se pejgamberi alayhis salam ka thonë edhe prej imanit është kur e sheh edhe një pengesë në rrugë nëse e hjek. Domethënë edhe kjo hyn, edhe nëse e sheh një papastërti në rrugë dhe e hjek, edhe kjo është prej imanit tonë. E këtu kisha mund të lidh edhe mi këshillu veten edhe mi këshillu edhe të tjerët që kur të bojnë të punë të mira, të pyesin veten pse po e bojnë. Të pastrojnë jetën. Ju lutna në çdo punë jetën e juve dhe vepër që bëni, pyetni veten dhe mundoni shpesh me pastru jetën e juve. Për arsye se pejgamberi alayhis salam thot innamal a'malu binniyat. Çdo punë, çdo vepër shpërblet sipas qëllimit. Mos bëni asnjëherë një punë për syfatësi.
Sa ajo shuhet, humbet, nuk ka bereqet. Mundoni me bë për hir të Zotit. Edhe këtu kisha mund ndërlidh kur po bojnë shumë mirë që ta ba mirë sa që po kanë ashta pasuni ma shumë, ose po mdoket kena edhe mërgjimtar këtu në lidhje, kur bojnë mërgjimtar po bojnë shumë për neve, edhe për shoqërinë tonë, për shembull investojnë në shtëpinë e vllaut, motrës, pavarësisht se çka bojnë mirë, ju thom gjithherë njerëzve, kur të bëjsh mirë, mos i shtin borx njerëzit. Mos u muno ti me punën tonë të mirë që po bën, me shti personin borx. Po bën veç për hir të Allahut xhaleshanuhu. Pastroje zemrën për hir të Zotit, jo për syfaqësi. Se çka po bojnë këta? Po thojnë i kum bë mirë filanit, ja ku marru shtëpinë filanit, po kur po shkoj as që po ma qel derën. Po pse po pret ti kështu? Ja kum bot mirën, edhe tash ja përmenin aq shumë njerit që ja kanë bot mirën, sa që ati i vjen keq munohet, thot, kom ni edhe njerës kështu adekuat kom ni me vesht mi, ti shkon e mundër e kësha kope kësha shprish bre kitë shpi që ma ka bo personi. Aq shumë që ma ka përmen, ta kum bo, po jo, kur të bëjsh të mirën, që ka thonë pejgamberi alayhis salam, kur të jep një sadaka, as dora e majt mos me po çka ka dhënë djathta, subhanallah. Pse? E unë kur jam qenë e vogël e kum pas pe nanës tem këtë këshill. Kur më çojke në të mëdhaja mi u çu njerëzve në për shtëpia që kanë qenë jo mirë ekonomikisht, se ke qika jam kur çkosh mi ia dhon mazën, djathin, çka do qoftë, ke shife dorën e majt mrapa. Edhe në me çau koçiçra çu shtu shkojsha derisa e kryesha punën, se nuk e disha se për çka, veç e masha këshillën e nonës shumë ka thonë. Kur kemi hyrë me drese, e kena mësu këtë hadith pejgamberit alayhis salam. Edhe mu ka kujtu, të më thonë që nona e me ka ditë që është hadith, po s'ka ditë mu ma në spjegu në është në atë mënyrë që është hadith, po më ka thonë që shtu dohet. Qa që fshet që do të me dhonë sadakon, sa që mos me po as dora majtë se që ka dhonë e tjata. E lemu mu kërenu se kim se ku me ditë se që kena bo na, për një të mirë që ja kena bo dikujna, ja kena ofru nështë edhe një ndi morale, nështë edhe një kshil, nështë edhe në kohën ma të fështirë, kur u kona ja ke dhonë ti një dhëtërshë, edhe tash ti mja përmen, a e din ti ku shekon, e ku të kumpru one, dhe më anë me më mënu me nënçmu njerin, me atë mirën që ja ke bo ti, edhe mi ardhë keq ati pse ka pranu të është mirën prej teje. Po, ju thëmë gjithherë, lene në ndërgjedhjen e njeriut. Nëse ti ke bo mirë për hir të Zotit, mos e bën që me ta kthy personin. Se personi nuk mundet me ta kthy kur as se ashtu që ja ke bote të mirën ashta. Nuk i jepet mundësia. Po Allahu është ai i cili ko me ta mundësu ty me ta zavendësu prej dikujt ka se pret ka se kujton, edhe 100 herë ma mirë se sa ti që ja ke bote kujna të mirën. Edhe mu më ka ndodhë vetë, ashtu e kom gjetën e përkrajen tem, se kur shkojsh në gërbet, ki vështërsi edhe në qasi mënyrë Zotit me qëtë ke lehtësimin, që çdo herë ju mundu edhe one njerëzve, me ato mundësit e mija të vogla që kom pas, mi javë ofru kur kanë qenë studime. Pra, ju lutna që kur të bëni mirë, bëne për hir të Zotit. Nëse ai njeri që i ke bë mirë, ta kthen me të mirë, ai ka shpërblim të Zotit. Se edhe ti le ndërgjegjen e atina, ti mos e humb shpërblimin që e ke bë të mirën. Se ashtu është, kur ti bëjsh mirë, do të me ta kthy me të mirë, sepse pejgamberi alayhis salam ka thonë, kush nuk i falenderon njerëzit, nuk e ka falendëruar Zotin. Po tash ti mos u mëno me zor me shti njerin me të falendëru. Leja ndërgjegjen e tina. Por ata mundoni që me bë mirë, pa i shti njerëzit në borx, po bënë të mirën vetëm për hir të Allahut xhaleshanuhu, dhe mos harroni se kur të bëjmë mirë, ma shumë kemi dobi na vetë kemi dobi se sa personet që i bën mirë. Se na ato qelizat tona të mira që janë në trupin tonë zhvillohen ma mirë dhe funksionojnë ma mirë kur ti ke bë mirë diçka dhe ke bë me qenë i lumtur dikush. E ke po buzëqeshjen në fytyrën e tjetrit për shkak të veprës tone që e ke bë ti. E mos të harrojmë se nëse ne bëjmë keq, edhe ne munduhemi me lëndu ose me dëmtu tjetrin. Mos harroni se a di ç'shi bjen kjo? Sikur me majti natë dhe me munu mi bo tjetrit keq është sikur me pi helmin ti e me prit me vdik tjetri. Apo mëni më kuptu?
Nëse mendon ti keq për tjetrin, edhe mendon mi bë keq tjetrit, është sikur ti me pi helmin, mu zehru ti, apo me prit me vdek ai tjetri. Në qasi mënyrë domethënë e dëmtojnë edhe lëmdojnë ana vete. Edhe subhanallah, kur ne zemrohemi, truni jon përjeton stuhi kimike. Sepse truni liron një nivel të lartë të kortizolit dhe kjo dëmton qelizat nervore trunit tonë. Edhe nga aspekti shkencor, domethënë, ka shumë dëm nëse njeriu mendon keq ose bën keq ose ka inati, ka zemrim me tjetrin. Për arsye se ti e lëndon mos mari veten. Kur të folsh për tjetrin keq ose të mendojsh keq, ai nuk është tu të ndëgju ashtu aty. Ai nuk është tu i përjetu për i teje asnjë fjalë të keqe, po është tu i përjetu trupi jët. Janë tu i përjetu ndjenjat të tua. Janë tu i përjetu qelizat të tua, ato mendimet keqe që ki për tjetrin. Për ata zemrimi edhe xhelozia është ndaluar në Islam. Edhe inati është ndaluar për një besimtar. Që ka qenë edhe një rast kohën e pejgamberit alayhis salam, kur ka shku një sahabi dhe ka thonë ja Resulullah, cila është puna më e mirë me bë? Ka thonë mos u hidhro, se ka po që ai është njeri që thehet shpejt, hidhrohet shpejt, preket shpejt. Prapa u shku disa herë ka pyet pejgamberin alayhis salam, se cilën herë që u shku i ka thonë mos u hidhro. Mos u hidhro, mos u hidhro. Se cilën herë që u shku ka kërku këshill pe pejgamberit, e ka porosit që puna më e mirë, vepra më e mirë për ty është mos mu hidhru. Se ka qenë prej atyne personave që është hidhru shpejt. Pra, me pas kujdes që mos mu thyë dhe shpejt për i fjalëve të njerëzve, mu munu që me arsitu njerin që ose të bën keq ose fol keq për ty, mundoheni motra gjithherë me arsitu. Jo me etiketu me njëherë si të keq. Po besa ai shumë i keq është. Unë falni shprehje që duhet mi përdor, është i poshtër. Ai s'di me fol mirë. Ai veç të keqen ma don mu, ose veç të keqen ja don atij. Domthon, mundohuni që gjithherë me arsyetu që ai ka pas një arsye pse ka fol keq. Nashta s'u kon vet mirë, nuk u ndi mirë, nashta ka pas probleme me jetën e vet që ai ka fol keq. Se për ata mundohuni që me fal gjithherë të keqen, edhe mos mu mundu që me majt inati me njani tjetrin, se inati kërkon nuk na çon. Vetëm ti i bën dëm vetes tone, e dëmton brendësinë tone, po edhe shuhen ato veprat e mira që i bën njeriu nëse ka xhelozi dhe smir mbrana, ka thonë pejgamberi alayhis salam, xhelozia i shkatron edhe i shlyn veprat e mira, i djeg veprat e mira, sikur zjarri që i djeg drut. Subhanallah. Nëse kena xhelozi dhe smir brenda zemrës tonë, dini që edhe veprat e mira tona sado që bajna, ato kanë dëm për asoj smirës nëse e bartim në zemrat tona. Pra, nëse flasim për pasurinë, se nashta kjo temë është pak sa e gjerë që herë na kthen nga aspektin moral që do të me pas kujdes për njëri tjetrin, po dhe mos të harrojmë edhe ka aspekti ekonomik edhe ka aspekti pasurisë, nëse është dikush me atë çështjen ekonomike më mirë se sa tjetri, të dim se ka obligim dhe ka përgjegjësi të Zotit, sepse në pasurinë e të pasurit ka hise i varfri. Mos të krenohet asnjë i pasur me thonë se kush jam unë edhe çka kum bë unë edhe kush jam e kum bë vet, atij ja ka mundsu Zoti për me bë. Nëse Zoti nuk i dash ty me të bëhet pasur, mu qu me krejt forcat e botës me punu se nuk mundesh mu bëj pasur. Pra rreziku është në dorën e Zotit, kujt na don ja jep më shumë, dikujt na ja jep më pak. Po, të kemi kujdes se çysh e menaxhojmë edhe nëse kemi pasuri. Se do t'japim përgjegjësi para Allahut xhaleshanhu edhe për atë pasuri që e kemi posedu, e kemi nda me ata që kanë pas nevojë. E pejgamberi alayhis salam thot në një hadith, shembulli i pasurisë atyre që japin në rrugën e Allahut është si një kokër që i mbin 7 kallin. Në secilin kallin ka nga 100 kokra. Allahu ja shumë fishon bamirësin atij që dëshiron, Allahu është bujar i madh dhe i di qëllimet tona. Pra, subhanallah, e keni të qartë hadithin, nëse dikush i mbjell 7 kallin, po çaj kallin i ka dhe 100 kokra, që do të thotë prej 7 kallinjve 700 kokra i kanë bërë atij personit. Kjo çka është shembull që nëse na japim sadaka në rrugën e Allahut xhaleshanuhu, që unë sugjeroj shumë shpesh
edhe i këshilloj edhe xhamatin që mundohemi me investu në rinin ton, në ato aftësitë e tyre që i shohim që kanë. Në veçanti mundohemi si shoqëri me investu ma shumë në diturinë e shoqërisë tonë, e trive tonë, se mashallah jemi një shoqëri që rinia jonë kanë kapacitet shumë të lartë dhe shquhen për shumë aftësi që kanë dhe posedojnë. E mos të lejojmë që rinia jonë të merr një rrugë të gabume vetëm për arsye se si ka pas mirë kushtet materiale dhe nuk ka mujt më aftësu në atë aftësitë të tij që ka pas, nuk ka mujt me përparu dhe me shku përpara, pse e kanë e kanë penalizu arritjen e tij këto aspekti material. Të mundohemi që motra na me investu të një nxënës, të një student, për shka se kjo është sadakatul gjarje. Kjo është sadaka që nuk përfundon me vdekjen tonë. Kjo është sadaka rrjedhëse që do t'jetë për neve, që dhe pas vdekjes tonë, ajo do t'jetë e lidhë në jeta jonë, do të funksionoj shpërblimi edhe sevapet në të na vinë te Allahu xhaleshanu edhe pas vdekjes tonë, nëse na kemi investu në çet pjesën sadakatul gjarje, nëse kemi lënë një dije, nëse kemi lënë këtë herë kam qenë qeshme, bunare, u kon kjo më nevojshme. Po tash të shohim se kjo nuk ka shumë nevojë. Se elhamdulillah kemi ujë, kato që shkojmë në vendin tonë, funksionon kjo çështje mirë. Po çka është sadakatul gjarje? Është puna më e mirë që mujna me lanë mas vetes tonë me investu në dijen e trive tonë. Me mbështet studentat me një bursë mujore. Për shembull, jo motra jeni, për shembull, keni nashta edhe për juve ka që keni pensionin. E ndoni një dhjetëshe, veç një dhjetëshe me ndo për një nxënës për çdo muj, ja bën rregull vetes, edhe për të është një ndihmë shumë e madhe. Për ata të mundohemi që në këtë aspekt të investojmë në të ardhmen e shoqërisë tonë, edhe mos të bëhemi koprac. Se elhamdulillah ka aspekti ekonomik sot nuk mujna me thonë që jemi shumë keq. Sa për me ndo ato që e kemi na, e posedojmë na me të tjerët, kemi edhe ne diçka. Edhe pejgamberi alayhis salam që ka thonë, dy gjëra nuk bëhen bashkë të besimtari. Cilat janë ato? Kopracia dhe imoraliteti. Nëse i thu veti besimtar, atëherë ti nuk duhet me ekzistu të ti friga se nëse dho, kom u varfru, asesi. Kjo nuk vjen shpreje. Për arsye se shejtani është ai i cili neve na frigon. Se sot Allahu xhaleshanuhu në Kur'an, djalli ju frikson nga varfria dhe ju urdhron për të këqija. E Allahu ju garanton falje mëkatesh e begati. Allahu është dhurues i madh, është i dijshëm. Domthon, nëse ti don me dhon diçka, çka thot shejtani? Mos gabo me dhon se ti ja disa sa obligime ti ki me ble këto, ki me bë këto, ki me bë ato. Domthon, shejtani është ai i cili vjen dhe na frigon neve kur dojmë na me bë mirë. Edhe kur don me dhon diçka. Çka ka thënë pejgamberi Islam? Keni frikë Allahun, prej zjarrit të xhenemit qoftë edhe me një gjys hurme. Çka na jap kjo me kuptu? Që nëse na posedojmë një hurme, mos me hangër tërën vet, mu ngop veç vet. Po dhe qatë hurme mu mundu me nda në dy pjesë, me ja dhonë edhe tjetrit mu ngop prej hurmes tane. Dhe më hëndë atë pasuri që e kemi ne, mu mundu me nda edhe me të tjertë. Mu mundu me nda ato të mira që ne ka dhonë Zoti neve, mu mundu me nda edhe me të tjerët, që me edhe ata me gëzu. E jo që shëmbon njerëzit subhanallah të smut prej zemrës, kanë smundje në zemër, xhelozia është smundje e pashërueshme, vetëm me dashuri dhe me lidhje me Zotin kjo shërohet. Çka bën njerëzit? Veç unë të kam. Unë të jam për mi krejt. Unë të kam kerrin më të fortin. Unë të kam banesën më të mirën. Unë të shkoj në shëtitjet më të mëdha në Dubai, të shkoj në Maldive, të shkoj atje, të shkoj këto. Unë të posedoj veç. Tjerë në të më këshyrin, kështu si në televizion të kanë kohë për më marrë me jetën tem. Dhe më thonë, të mundohme që ato të mira që posedojmë, atëherë t'i ndojmë edhe me të tjerët. Sa Allah është ai i cili t'i ka dhënë ty. E ti e ki emanet që
më përkujdes edhe për ata që nuk kanë. A nuk ka fuqi Zoti mi dhonë edhe ati sikur që ka dhonë ty? Jo, motra, ka fuqi. Se depot e Zotit janë shumë të mëdhaja. Ato nuk përfundojnë kur. Fjala e tij është kun feyekun. Bëhu dhe me njëherë bëhet. Çu ka dhonë ty pasuni, jep edhe atij tjetrit. Po, sprov, a thash edhe pasuria është sprov për ty. Edhe i varfli ofertia është sprov për ty. Edhe dikush nëse vjen me kërku diçka prej teje, një ndihmë, edhe nga aspekti moral, edhe nga aspekti për shembull e ka një dert, e ka një problem, thot fejime bre çush me bë çet zgjidhje. Jo ti më bë sikur ja valla nuk e di qysh, shumë e lehtë është më thon nuk di. Edhe nuk moj, është shumë lehtë. Se veç kthehesh tjetër anë edhe pushon pa u ngarku me kur gjë. Mirë, po na nuk duhet me qenë që si persona që na mu qetësu dhe çush me thon, me një fjalë, mu mjaftu veç me jetën tonë, veç me punët tona. Duhet mu mundu, mu lodh edhe për të tjerët, se kemi obligim. E subhanallah, këtë hadith edhe derisa përgatita ligjëratën e përkujtova edhe për vete. Çdo ditë thot pejgamberi alayhis salam, nuk ka ditë që zgjohen robërit e Zotit dhe që nuk zbresin 2 melek prej qiellit. Njëra me lajke thot, o Allah, shtoja pasurinë atij që jep. Bën dua. Tjetra me lajke bën dua thot, o Allah, zhdukja pasurinë atij që nuk jep. Subhanallah. Qofse na jep motra, dine që jena në pjesë e lutjeve të me lajkeve, që ata kanë mu lutë për neve që Zoti më na i shtu neve pasurinë. Po në qofse i takojmë pjesës tjetër të hadithit që nuk japim, atëhere kemi me konë edhe pjesë e lutjeve të me lekve që Zoti më na i shduk pasurinë. So biznismena dina që kanë bankrotu dhe s'janë sot mo, se nashta nuk kanë qenë pjesë e këtij hadithi, nuk kanë mendu për tjetrin, po kanë mendu veç për veten e vet, edhe kanë mendu veç qysh me përparue vet edhe me shku përpara edhe mu krenu para tjerve, se unë jam bosi, unë jam biznismeni, unë e kum bë këto, unë muj me bë këto, po njeri, fundi a ditës ti e njeri, unë jam njeri, prej dhejot, prej llogjit na kriju njëjt. Vetëm me veprat mira ngritmi të Zotit xhaleshanuhu, jo me pasuni. Pasunia nuk ngrit para tjerve. Po puna jote, devotshmëria jote, ajo mirësia jote të ngrit mesin e njerëzve. Që ajo është ngritje për ty. E me të vërtet të fokusuam edhe shumë edhe të aspekti i pasurisë, po mos të anashkalojmë çdo punë të mirë. Sepse pejgamberi alayhis salam ka thonë çdo vepër e mirë është sadaka. E që këtu nuk parashtohet hiç kur gjë mos mësh me bë mirë. Që ka thonë, edhe buzëqeshja jote në fytyrën e vllaut apo motrës tonë është sadaka. Edhe nëse buzëqeshëm, nëse vetë jep një buzëqeshje kur ti folsh njerit e takon selam aleikum një shoqës, një motrës, thu selam aleikum motër, edhe që kjo buzëqeshja jote është sadaka te Allahu xhaleshanu, subhanallah. Domthon, se nashta që kjo buzëqeshja jote ka qenë shkak që ti me andresh ditën dikujna. Nashta dikush ka pas problema ditë, nashta ka harru që ka buzëqeshje krejt, nashta ka harru me qesh me ditë për problemeve që ka. Edhe në momentin që ti shikon në buzëqeshje, i thu selam aleikum, si je, si ke kalu, që energjia jote pozitive ja ndryshon ditën personit që ki përpall. Ja ndryshon jetën ashta një buzëqeshje jotja. Por ata mundani që me qenë sa ma të mira, sa ma të buzëqeshne, sa ma të buta, sa ma të afërta me njëna tjetrën kur të flesni. Dhe subhanallah është një hadith shumë kuptim plot tash, ku pejgamberin alayhis salam e kanë pyet shokët e vet. Ja Resulullah, ka thonë, cili është njeriu më i mirë? Çka ka thonë? Njeriu më i mirë është ai i cili është më i dobishëm për të tjerët. Apo ndëgjoni hadithin? Njeriu më i mirë është ai i cili është më i dobishëm për të tjerët, që kanë dobi njerëzit prej tij, prej energjisë tij, prej dijes tij, prej pasurisë tij. Po ashtu është pyet edhe cila është vepra më e mirë, është ka thonë vepra më e mirë është me fut një gëzim në zemrën e një besimtarit. Me largu një breng prej zemrës tij, me ia pagu një borxh,
me ushqy një të varfën, që kjo ka thonë është vepra më e mirë. Ka njëherë bëha njerëzit që shpëceki që disa herë shumë personal, shumë vetjak. Thot, unë e kam jetën tem, nuk kam qef më marrë shumë me njerëz, nuk kam qef me pas probleme shumë. A kona njeri që ka dëshirë me pas probleme? Jo, vallaj, kërkush s'ka dëshirë me pas probleme. Po, ato janë pjesë e jetës, janë pjesë e këtij globi. Përballet njeri me probleme, përballet me sprova. Qofse nuk kesh qenë një shoqëri e cila mirëmi me njën e tjetër, atër ishin tranu shumë njerëz. Po, e kalon Zoti që mu taku me dikan, me bisedu me dikan, mu këshillu me dikan kur ki nevoj, mu shprej me dikan atë mërzin tonë që e ki. Veta jo energjia kur ja tregon tjetrit problemin që e ki, duke që ke marrë frymë thellë, je shliru, t'ka kalu, je qetësu prej ati problemit, edhe nëse kur gjë nuk t'ka ndihmu hyria, kur i ke tregu që kini problem. Po veç që ke pas mundësin t'ka ndëgju ajo, atëherë ti e ke ndi vetën ma qetë, e ke ndi vetën ma t'letë. Pse o bo gjithë kë psikolog, sot ka t'nish, ka nevoj me shku të psikologu, kish nevoj me më këshillu me psikolog. Qa të bëm psikologu? A ka nej shkop magjika? Jo! Qka psikologu? Ndihmon ty me ndëgju për problemin që ki. Ndëgjon, e përjeton me ty, e ndon me ty ato përvojat që ka dhe t'jep këshilla qysh ti me rujt veten, me qetësu veten për problemin që jetë të ballafaqu, për dertin që e ki, që ty të ndihmon që me kalu ma let atë problemin që e ki. Po zaten motra, qka është psikologjia? Islami është. Islami është psikologji. Pse kur je nervoz, je i mërzitshëm, ki breng, ki diçka një problem, çka ka thonë pejgamberi alayhis salam? Çu prej venit që ndodhesh. Ndroje pozitën që je. Edhe psikolog thonë, nisa numëro prej 1 deri në 10. Ata kanë qitë më tot. Çka ka thonë? Nëse s'po qetësohesh, çu me abdes. Se qysh e shun zjarri, uji zjarrin, që ashtu ka thonë e shun edhe abdesti, e shun atë nervozën, atë mërzin, ato që jetë e përjetuti. Ka thonë, merr abdes, po s'po qetësohesh, që fali 2 rekate namaz, hin tako me Zotin xheleshanu hu. Hiç s'po ke qetësim as me këto. Thirrë dika një motër që e din që monet me ndihmu në atë problemin që ki ti, që ka aftësina është ta diçka ma shumë se ti, në këtë drejtim edhe të ndihmon qysh me dalë për këtij problemi që ki. Pejgamberi alayhis salam ka thonë, me shku me një vlla ose me një motër me zgjedh një hall ose një problem, është më dashur te on, te pejgamberi, se sa me baj tikaf në xhamin time 1 muaj. E keni parasysh çfarë hadithi i bukur që ka thonë pejgamberi alayhis salam? Me shku me ndihmu dikuj që ka një problem, me shoqëru dikan që ka një problem, është më dashur te on, ka thonë pejgamberi ka pas fjalën te ai, se sa me hi në xhamin tem me baj tikaf 1 muaj. Çka do thot me baj tikaf, motra? Itikaf është mu fokusu vetëm në adhurim dhe Allahu xheleshanu dhe mos me bë haram kur gjë hiç, me qëndru vetëm në xhami. Me fal namaz, me lexu Kur'an, me agjëru, nafile, çka do qoftë në vepër e mirë që ka, domthon e përkufizon njeriu vetëm për veten e vet, mbrana shtëpisë Zotit. Po, pejgamberi pas ka thonë është më e dashur për mu me shku me ndihmu dikoj për një problem që ka. Se sa mu vetmu dhe mu mbyll me bë adhurim vetëm për veten e vet. Pra, ne duhet me qenë njeri që mu mundu me kontribu për shoqërinë tonë në çfarë do aspekti qoftë. Çfarë do aspekti që kemi aftësi dhe kemi kapacitet dhe kemi mundësi, mu mundu që ne me kontribu në shoqërinë tonë. Për shembull, unë e Hyria jemi teologë, kontribojna në aspektin e teologjisë, çka do që keni nevojë, keni pyetje, keni probleme, keni hallë që doni me mësu diçka më shumë për fen, për këtë botë edhe për ahiret, na mundohemi që ne me qenë afër juve me çet mundësi, çet kapacitet që kem me dhon kontributin për juve. Ajo që ka pasuni do të më mundu me dhon nga aspekti material. Ajo që ka që shtam edhe nga aspekti psikologjik,
mu mundu që me ndërtu një shoqëri me gjitha aspektet që kemë na, me qenë ofër njani tjetrit dhe me ndërtu inshallah që shto një tardhme sa ma të shëndosh dhe sa ma të mirë. Mundoni motra që ne kur të bëjmë mirë, gjithherë të kemi parasysh që bamirë sa kanë qenë pejgamber të Allahut. A e dini se sa hartë lexojmë historitë e pejgamberve, gjithherë çka lexojmë? Që ata pejgamber kanë qenë të mirë edhe para shpalljes. Populli i tij ka njohur si të mirë edhe pa i zbrit fjala e Zotit xhaleshanuhu, edhe pa u gradu me fjalën pejgamber. Me pejgamberllëkun që e kanë marrë prej Zotit, edhe pa u gradu me atë post, ata kanë qenë të mirë me njerëzit. Kur i erdh shpallja pejgamberit alayhis salam, pejgamberi alayhis salam u frigua shumë. Edhe ka qenë në shpellën Hira që ka qenë i vetmuar, edhe shkoj me Meliku Xhibril. Edhe shtrengoj pejgamberin aq shumë, e i tha ikre, lexo. Para mendon e sot, më na orë neve një gjallës, edhe më na shtrengu dhe me thonë lexo, çu shek shumë dina vetëm. Domethënë kishte ndini frikë shumë të madhe. Kishte pas një përjetim shumë të madh. Domethënë kishte pas një frikë se çka po ndodh me ty, edhe pejgamberi përjetoi këto. Po çka ndodhi me pejgamberin alayhis salam? Pejgamberi ku shkoi momentin që i ndodhi kjo, vrapoi me shpejtësi dhe shkoi te gruaja e tij, edhe fjalën e parë çka i tha Hatixha? O Muhammed, tha nuk të ka ndodhur kur gjë e keqe ty, se ti je i mirë dhe ke qenë i mirë gjithherë me njerëzit. Nuk mundet me ndodhë ty diçka e keqe. Domethënë pejgamberi ka qenë i mirë edhe pa qenë si pejgamber. E Sidik el Emin ka qenë i besueshëm. Ka qenë ndihmtar për tjerët. E ka ndihmuar gjithë atyre që kanë pas nevojë edhe para pejgamberllëkut. Po gjithashtu kanë qenë të mirë edhe sahabët. E që inshallah ne i kemi ata si shembulltyr për neve, edhe pejgambert edhe sahabët, që na më mundu me shku pas hapave të tyre. Si që ka qenë Ebu Bekri, Allahu na mundsoft që na me pas cilësitë e Ebu Bekrit. Si që ka qenë një rast në kohën e pejgamberit alayhis salam, kur ka hyrë një herë pejgamberi në xhami, edhe ka pyet. Ka thonë, kush për juve sot është agjërueshëm? I pari që ka ngrit dorën ka thonë Ebu Bekri, une. Ka vazhdu pejgamberi me pyetje, ka thonë, kush për juve sot e ka përcjell në xhenaze? Ebu Bekri prapë ka ngrit dorën, ka thonë, une. Prapë pejgamberi ka pyet, kush për juve sot e ka ushqyer një të varfër? Prapë Ebu Bekri ka thonë, une. Edhe prapë pejgamberi ka pyet, kush për juve sot e ka vizituar një të smur? Prapë Ebu Bekri ka thonë, une. Dhe subhanallahu pejgamberi përfundon hadithin dhe thotë, nuk bashkohen këto vepra të mira të një person, vetëm se do të fusin në xhenet për cilës derë të don, e që dyrët e xhenetit e dim se janë 8. Domethënë kur një person e posedon të gjitha këto cilësi, atëherë ai do të pyetet për gjitha këtyre veprave kaq të mira që ka bën, do të pyetet se për cilës derë don me hyrë në xhenet. Allahu na mundsoft që dhe ne me qenë prej atyre që më na pyet Allahu se prej cilës derë dojna me hyrë në xhenet kur do dalim para tij. Inshallah veprat tona të cilat bëjnë, inshallah ato do të jenë peshoj siç tha edhe Yria, edhe kjo ligjërat që mbajtëm sot, inshallah do të peshojnë peshorën e veprave të mira kur do dalim para Allahu xhaleshanuhu me sinqeritetin tonë të pastër. Inshallah motra çdo vepër që e bëni vetëm për hir të Allahut xhaleshanuhu, jo për syfaqësitë njerëzve. Se do të kem pasoja në dynjë në ahiret nëse bojna për syfaqësitë njerëzve. Ajo do të jetë vetëm lodhje, mundim për neve, se shpërblim nuk do të arrijmë nëse bëjmë një vepër sa për mu dukt para njerëzve. Kjo është e tëra që kam menduar me fol sot para jush. Shpresoj në Allahun xhaleshanuhu që Allahut na përmirësoj gjendjen tonë, na forcon në rrugën e thirrjes në fjalës së tij, që është rruga më e mirë që kemi përzgjedh, dhe këtë thirrje kanë bërë dhe pejgambert, inshallah dhe ne vazhdojmë me thirrje në rrugën e Allahut xhaleshanuhu, dhe inshallah Zoti ju shpërblen juve dhe vazhdoni inshallah në punë të mira dhe meritojmë shpërblimin, xhenetin. Allahu ju shpërbleft dhe ju nderoft.
Hyria, jeni në kësajde? Mujna me vazhdu edhe me pyetje. Po, fejme ma bën hallat se unë fillova me full, po ishte kisha pas se e kam mikrofonin e ndalën. Po, Allah është përblej për çdo fjalë që e ke thënë. amin Për inshallah. ato që i kemi ditë, ka qenë rikujtim për neve, para si kanë ditë, kanë qenë pësim. Pa dyshim se çdo fjalë që thuhet për hir të Allahut, i shton dashurinë mes neve, e shton vetëdijsimin për të punu dhe vepruar vepra të mira.